Edhe pse u largua nga posti i zëvendës kryeministrit, Arben Fetaj nuk do të mbetet gjatë jashtë strukturave të pushtetit. Rikthimi i tij në shtëpinë e vjetër në Bruksel do të jetë me përgjegjësi të re. I pyetur nga televizioni Shenja Izet Mexhiçi, tha se Fetaj ka dhënë dorëheqje nga pozita e zëvendës kryeministrit, sepse për të është rezervuar pozita e të dërguarit special të Maqedonisë së Veriut në Bruksel, ndonse nuk tregoi emra konkret. Mexhiçi përmendi edhe çështjen e rikonstruimit të qeverisë. Zoti Fetaj, domethënë, është dorëheqje për të emëruar përfaqësues në Bruksel. Domethënë për të marrë pozitë të re, ndërsa për rekonstruimin parimisht jemi marrë vesh që do ketë, mirë po ende nuk kemi ulë të bisedojmë rreth parimeve, resoreve, çështjeve tjera. Momentin që do ketë informata, do informojmë opinionin nëpërmjet juve. Javë më parë tashmë i zëvendës kryeministri Arben Fetaj publikoi dokumentin e dorëheqjes dhe vlerësoi se pavarësisht se jo të gjitha objektivat janë arritur, ai largohet me bindje se ka punuar me përkushtim maksimal dhe ka vendosur baza të rëndësishme për reforma dhe avancim të shtetit të së drejtës. Ai la të kuptohet se rezultatet mund të mos kenë qenë të plota, por angazhimi i tij ka qenë pa kompromis.